Ndërsa prej Gjirokastrës, kthehemi tek diçka që deshëm apo s'deshëm është duke hyrë në jetën tonë, pra inteligjencë artificiale, më saktësisht do të flasim për krijimin e videove për fëmijë, pra për mbajtjeve për fëmijë në rrjetet sociale që po publikohen prej personave të ndryshëm, qoftë në TikTok, Facebook, YouTube e gjitha platformat të tjera. Për biseduar më shumë për ndikimin që këto video kanë tek fëmijët, po edhe për aspektet të tjera të teknologjisë, do të flasim me Leonora Malokun, psikologe, nderuar përshëndetje. Përshëndetje, mirë gjej. Si dhe me Naim Baftiun, profesor i teknologjisë informative. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Leonora, po du me fillu me juve, çfarë ndikimi munde me pas këto video të krijuara me inteligjencë artificiale tek fëmijët? Për shkak se deri më tani kemi pas krijues të filmave, themi ashtu, siç kemi thënë, filmave vizatimor, që kanë qenë mbrapa tyre pra ka qenë një njeri, ndërsa tashmë e kemi inteligjencën artificiale. Cili është ndikimi i saj? Në përgjithësi, nëse flasim për inteligjencën artificiale dhe ndikimin të moshat e hershme dhe zhvillimin e fëmijëve në këtë rast, ndoshta kishim me i prek dy breza. Brezi alfa, që është diku deri ka vitit 2010, ose prej vitit 2010, më falë, dhe brezi beta, tashme brezi i fundit, që fillon nga 2025 e tutje. Tani gjithë brezat para 2025-ës, ne paka shumë jemi informu dhe njoftu me inteligjencën artificiale dhe me botën digitale në përgjithësi, që do të thotë ne e përdorim sado që mund të adaptohemi hap mas hapi me të, që patjetër është e nevojshme, ne prapë se prapë e përdorim si një mjet që ndihmon jetesën në përgjithësi. Por nëse flasim për fëmijët e vegjël, sidomos ata që kanë lind 2025, 2026 dhe që do lindit tutje, nuk flasim ma për AI ose inteligjencën artificiale si një mjet përdorimi, por si një mjedis ku ata lindin, rriten edhe zhvillohen gjithashtu. Që do të thotë, inteligjenca artificiale në kohët moderne dhe në këto vitet e fundit është e domosdoshme, është patjetër e nevojshme, me gjithë pasojat e saj që mund ketë dhe në spektrin qoftë psikologjik ose social, këto pasoja mund të vrehen shumë në moshat para 2025, se sa këta fëmijë që po lindin 2025 e tutje. Po, a mundet me ndiku të llojit videove në mënyrën se si fëmijët mendojnë edhe veprojnë për të ardhmen? Patjetër, tash ne po flasim për video të gjeneruara me inteligjencën artificiale dhe po flasim për një botë virtuale, 100% virtuale. Ka disa aspekte që mund të ndikojë, njëra prej tyre që po du me i vendos theksin është imazhet perfekte që AI i gjeneron. Flasim edhe me heret kemi pas filmat e vizatuar, që jo domosdoshmërisht kanë qenë qenje reale ose qenje njerëzore. Kemi pas edhe filma për fëmijë që mrapa tyre janë fshehur fëmijë që janë real, qenje njerëzore, që do të thotë dallimi mes AI dhe dallimi mes një filmi vizatimor i gjeneruar prej një njeriu apo dhe një filmi që vetë njeriu është personazhi kryesor, janë mimikat, janë shprehjet, janë emocionet, është empatia që me ose pa dashje mund të transmetohet. Edhe kur ka një tekst të planifikuar paraprakisht prapë se prapë njeriu ose qenja njerëzore dallohet nga inteligjenca artificiale. Kështu që në kohët e sotme një gjë që duhet të kemi frikën ose që duhet të kemi kujdes, ndoshta jo më e vendos frikën mesin e fëmijëve as prindërve që kanë fëmijë, është çështja e zhvillimit të ndërveprimit psikosocial edhe empatisë, që do të thotë është roli primar i prindit, pastaj sekondar i mësimdhënësit edhe gjithë shoqërisë në përgjithësi. Profesor, ju si njohës i teknologjisë dhe profesor, a mund të shme nga tregu si krijon sot këto video edukative me raste përmes pra teknologjisë artificiale? Po, kemi raste të ndryshme të cilat shumë kompani, sidomos kohët fundit, janë duke shfrytzuar teknologjinë artificiale apo AI në mënyra të ndryshme. Zakonisht këto kompani e bojnë për biznese, të cilat përfitojnë nga këto video, dhe këto video kryesisht janë me përmbajtje të cilat janë akute për përdorimin e tyre, dhe
Kemi rastet të cilat YouTube kohëve të fundit i kam punësuar mbi 10.000 punajs në tërë botën për kontrollimin e videove të ndryshme dhe për largimin e tyre apo vendosin e tyre me përmbajtje të ndryshme. Dhe kjo punësimi këtyre punajsve të IT-s, në përgjithësi të IT-s dhe të sigurisë kibernetike në veçanti, ka ndiku pozitivisht që këto video të kontrollohen, të evidentohen, apo ekskluzivisht të largohen nga YouTube-a e cila ka përmbajtje të ndryshme. Fëmijët, krijimi i këtyre YouTube për fëmijët nuk mund ta zëvendësoj prindin asesi, por nuk mund të zëvendësoj as prindin, as mësuesin, as edukatorën, këtë rast edhe psikologën që kem këtu pranë. Dhe dallimi ndërmjet videove të inteligjencës artificiale që krijohen dhe ato reale janë shumë faktorë. Ndër ato faktorët janë, siç e tha psikologi, është mimika, është logjika, është ndikimi shpirtëror i një shprehjes dhe mund të vrejnë edhe sot na kem këngë të ndryshme të YouTube-s që ma shumë dëgjohen ato nga YouTube se kombinohen zërat të ndryshme, i pëngjyrat malësi të ndryshme dhe efekti është shumë i përshtatshëm për ndëgjueshmërinë dhe i ndëgjojnë për lokalet të ndryshme. A realisht asnjë prej tyre nuk është reale, po janë grumbulluar nga aplikacione softverike të ndryshme dhe i kanë postuar në YouTube. Kështu që për momentin në botë apo në kompani të ndryshme, sidomos të YouTube-s, të Google-it e tjera, këto zakonisht i kontrollojnë këto video dhe zakonisht i largojnë nga linkut të cilat mund të shikohen në mënyra të ndryshme. Kemi profesor që përpos kompanive të cilat i krijojnë këto video, një person për shembull si unë mund të më hyjë përmes aplikacioneve të ndryshme që lidhen me inteligjencën, mund ta krijoj një video ta publikoj pa problem në YouTube. Sa është problematike kjo? Kjo, dëgjom, unë detajisht do të bëhet një ulëmtim detaj lidhur me këtë, domethënë duhet me caktuar përqindjen kush dhe si poston linqe të ndryshme me përmbajtje të ndryshme. Ne. E dyta, do të bëhet një grup ekspertësh dhe ta bëjnë nivel vendi. Dhe dalim me përqindje caktune, sa janë reale dhe sa nuk janë reale dhe sa janë vetanoke. Sepse unë nëse krijoj një link personal përmes Zoomit ose përmes platformave të ndryshme, atëherë unë kam përgjegjësi për këto, sepse është një adresë, është një IP adresë, janë disa elemente negative të cilat paraqiten në sistem dhe mund të identifikohet nga organet ndjekëse, të cilat ata mund të marrin edhe përmes linkut, mund të gjejnë lokacionin se ku është shfaq ky link edhe nga cili rrjet kanë interneti për shfaqjen e atij linku. Dhe këto organet tona, fatmirësisht për momentin, kena departamentin për siguri, për mbrojtjen e sigurisë dhe privatësisë së të dhënave në policinë e Kosovës, dhe këta i ndjekin këto veprime, kështu që linku që e formon ti vet dhe ka përmbajtje të ndryshme negative, do të ndjekesh penalisht sepse ke një adresë, një IP adresë dhe mund të gjendesh në lokacionin se ku je. Leonora, propos përmbajtjeve negative, kemi raste që shohim edhe ato si këshilla për jetë, për fëmijë, do të thonë këshilla jete për fëmijë. Sa janë të përshtatshme këtu për të vegjëlit, me i pa në rrjetet sociale tim ashtu a kanë sa do pak ndikim pozitiv kjo? Patjetër që kanë ndikim pozitiv, ndoshta në këtë aspekt i kisha nda në dy llojet e videove. Video që ka një përmbajtje të mirë, apo flasim për përmbajtjen, apo flasim nëse është e gjeneruar apo jo nga inteligjenca artificiale. E para, tek përmbajtja, që shumë se duhet dhe me herët, pa marrë parasysh është gjeneruar me AI, ose nga një person real, nëse përmbajtja nuk është e duhur dhe edukative, ajo duhet ndiqet, ashtu kështu. Por nëse flasim se sa ka ndikim gjenerimi i videove që janë imagjinare, virtuale tek fëmijët, atër është muhabet tjetër. Një video edukative mund tjetë e mirë edhe mund ndihmojë në zhvillimin psikosocial të fëmijës, po edhe në zhvillimin akademik gjithashtu. Çështja nuk mbetet tek përmbajtja, sa të mbetet te që kjo lidhja shumë me botën virtuale se sa me botën njerëzore. Dhe po du me e kthy unë të paktën nga ana ime diskutimin shumë më shumë në këtë fushë, në këtë aspekt, sepse fëmijët sa më shumë që po lidhen me botën virtuale, aq më pak po e humbasin që lidhshmërinë me tjetrin. Flasim me familjen, me prindin, me shokun, me shoqen, mësimdhënësin edhe me rrethin shoqëror në përgjithësi. Pastaj këtu dalin problematika tjera,
E përmenda më herët, krahasimi social, tani jo krahasimi me tjetrin, as krahasimi me shokun apo shoqen, po krahasimi me një imazh që ishte paraqit i gjeneruar nga inteligjenca artificiale që është te imase perfekt në çdo aspekt. Tani beteja me imazhet që gjenerohen prej AI është pothuajse e mundur. Nuk du me tingullu si person që është dorëzu plotësisht ndaj kësaj gjeje, as dikush që është kundër AI, por ne po flasim për një botë perfekte që në fakt në realitetin ku ne jetojmë si qenë njerëzore nuk ka ekzistuar dhe nuk ekziston. Në fakt ne kemi përqafuar këtë imperfekte, nëse mund ta quaj, në mënyrën më të mirë të mundshme, mbasi edhe krahasimi social dhe krahasimi psikologjik ka qenë shumë më i vogël sot një njerëz më të reduktuar edhe më shumë të përqafuar. Që problematika kryesore është kjo. Flasim për fëmijët, flasim për zhvillimin e tyre, ne kemi me undesh, deshëm ose s'deshëm, me lloj krahasimi të tilla, në bota virtuale, në luftë me botën realitetin social. Përpos e kemi pa një hulumtim që është bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që thotë se përdorimi i inteligjencës artificiale shkakton stres dhe ankth tek të rriturit më shumë. Si qëndron kjo tek fëmijët? Tek fëmijët, në fillim e përmenda që për këto gjeneratat e reja është një mjedis në cilën ata lindin edhe nuk kanë pa diçka tjetër. Do të ata janë jashtëzakonisht të adaptueshëm. Flasim për brezat e mëhershëm, patjetër që shkakton stres dhe ankth, sepse ne duhet të adaptohemi, ne duhet të mësojmë, ne duhet fillojmë sikur se nga zeroja thuajse, në një tranzicion të vërtetë të mësohemi me një botë e re që na është servu. Edhe nëse ka në brezin ton dikush që e ka shpik inteligjencën artificiale, prapë se prapë adaptimi është proces, adaptimi është krizë, adaptimi është konflikt dhe në shumicën e rasteve manifestohet qoftë me ankth, me stres, besa edhe me depresion nëse nuk din të menaxhohet si duhet. Por e mira e videove të tilla ose në përgjithësi i përdorimit të AI, tani po flasim edhe në sistemet edukative arsimore, është që shpeshherë edhe kur kemi provu me i servu me animacione mësime të ndryshme në mesin e shkollave, kemi dështu ndoshta në disa raste, por AI nuk dështon asnjëherë. Do të ka mundësinë me kapacitetin që po zhvillohet, me shpejtësinë që ka zhvillohet kudo në botë, ka mundësi të gjenerojë imazhe konkrete edhe për dukurit më abstrakte të mundshme, për këtë ndoshta mund më na shpjegoj profesori më mirë. Gjithçka që ka qenë në gjeneratën time abstrakte, jo çdo herë vizuele për me e kuptu, tani në botën e inteligjencës artificiale çdo gjë po konkretizohet, çdo gjë po vizualizohet dhe po bëhet më e thjeshtë dhe më e lehtë për fëmijët që të përdorin. Profesora, keni diçka më shtu lidhje me këto që e thënë? Unë vetëm e kisha plotësue në të thot drejtën se ashtu është të thot këto veprime me hapa që po merr inteligjencë artificiale, me të vërtetë edhe kalojnë 24 orë njeriu nuk mund ta kontrollon sa atë shpejt inteligjencë artificiale. Mirë po nuk do të thot tash na nuk do të fokusohemi që inteligjencën artificiale ta marrim si gjithmonë nga aspekti negativ. Të fokusohemi nga aspekti pozitiv. Mos harrojmë se inteligjenca artificiale i kontrollon të gjitha serverat tër botën, dhe ta je përgjegjen. Dhe sot algoritme që përdoren, si për motin, algoritme të ndryshme për parashikimin e një ngjarje, mirën të dhënat, që ne e quajmë database, mirën të dhënat të kompletuara, analizohen, përpunohen, mirën disa shembuj që formohet ne e quajmë model matematikor, dhe në kodrët ati modeli matematikor përpunohet saktësisht të jep dhonat se në vitin kaq 2030 kjo ngjarje do ndodh këtu. Përqindja është kaq, do ta marrëm sepse ka ide, ka kreativitet, të jep ide të ndryshme, logjike, psikologjike, shkencore besabes, të jep ide të ndryshme, vetëm duhet ta dish ta përdorësh. Unë e kam vrejt në Kosovë të studentat e me, që kem pas kontakt me ta dhe kem tema masteri dhe tema të doktorateve të ndryshme, të cilët e përdorin inteligjencën artificiale për ide që ajo të jep tyne. Dëgjoni, në Ballkan, në përgjithësi, inteligjenca artificiale, sidomos në vit pitetorit tash 2026, viti shkollor 26-27 në Oxford, është duke hije lënda e përdorimi i ChatGPT-s. Dhe ne ChatGPT-n e shfrytëzojmë për me na zgjedh problemet. Jo, ChatGPT-ja nuk është për me zgjedh probleme. ChatGPT është me ndihmu
ti që e ki problemin qyshe ke zgjell edhe me të orientu a e ki mirë, so përqen e ki mirë, so përqen e ki keq. Sepse ne, një dit me kalimin e kohës, do të bëmi në varun për ChatGPT-s. A do të amarun sot telefonin me fol, edhe sot do të flasë edhe sa kam çështje negative në aspektin psikologjik. Kjo është e dëmshme. Ma mire se shpjegoni jo ma detale. Pajtohem plotësisht, kjo që u tha prej profesorit, kam dëgju shumë, sidomos ekspert të teknologjisë, që thonë, e para, nuk duhemi me marrë inteligjencë artificiale ose teknologjinë në përgjithësi si diçka negative. Kjo është me se ditur. O e marrëm, pse marrëm ne e ka marrë hovin ajo. O duhet të adaptohemi, o kemi me stagnu në zhvillimin tonë se nuk rëpranojmë ashtu qysh është për momentin. E dyta, njeriu e kontrollon inteligjencën artificiale, nuk është dashur inteligjenca artificiale me kontrollu njeriu, që do të thotë sado mirë të informuar që ne mund të jemi në fund të ditës, kush i krijon këto imazhe, kush i gjeneron, gjenerohen prej AI-s, po kush ja jep të dhënat për me u gjeneru, ja jep njeriu. Çfarë do të thotë? Kur ne i japim të dhënat, ajo që u shpjegua në mënyrë perfekte nga profesori, çfarë lloj të dhënash ne i japim? Dhe sa preciz jemi në atë çfarë ne po dojmë e gjeneru në mënyrë që mos me pastaj ngesje dhe gabime prej AI për me u gjeneru një video e tillë, një video edukative. Unë i kërkova më herët prej koleges disa video, të thënë drejtën, unë nuk përdori TikTokun, edhe ishte hera e parë që më dësht me instalu për me pas qasje me pa video në TikTok, por e pyeta mbesën time për temën, sepse isha shumë interesume me dëgju prej një vajze 12 vjeçare këtë lloj perspektiva e saj rreth AI dhe videove të tilla, dhe ishte shumë interesant, një përshtypje komplet tjetër për asaj çfarë mendoj unë çesh unë. Po tu e pa videon, disa elemente që jam e sigurt kanë qenë ngesje e filan fistekut që ja ka dhënë dhënat AI për me gjeneruar video. Që do të thotë? Tendenca në kuadër të videos ishte me u shfaq një familje tradicionale. Me veshje kombëtare, me shami, me gjana tjera, me rujtësat traditat që ne kemi pas, po në fakt imazhet ishin jo moderne, të jetë moderne që nuk përkonin për kohën për cilën po flitej në video. Tani ishin sa trupa fin, të hollë, sa fytyra të njoma, po nëse flasim për kohët kur më shumë janë përdorur ço veshje tradicionale ose kur ka qenë ato lloj traditash, disa vite më herët, dukja ka qenë me ndryshe, në fakt edhe dukja është vlerësuar më ndryshe se sa vlerësohet sot në kohët moderne, që do të thotë gabimet të tilla nuk janë të AI, po gabimet janë nga ato promptat që ne i japim, nga të dhënat që ne i japim, për me ardhur në përfundim që kjo video, përveç që mund të jetë edukative, patjetër mund ndihmoj procesin edhe në mesin e mësimdhënësve, edhe të prindërit gjithashtu. Nëse përdoret në mënyrën e duhur, është ndihmës. Nëse unë kam kalu ma shumë se 30-40 minuta për të zgjedhur 2 formula matematikore, pse mos me përdor një kalkulator inteligjent që ma lehtëson punën. Por nëse nuk më rri me e kuptu logjikën e kalkulatorit, atëherë kam ngecën në zhvillimin tim. Që kjo është dallimi që do çdo herë të bëjmë. Po, cili do të ishte ai kufiri që prindrit ta caktonin për fëmijët e tyre sa i përket përballjes me ato video? Jo inxhinier të certifikuar, po duhet bëhen inxhinier të mirë informuar rreth AI, që në mënyrë kanë mundësi të kontrollojnë, të koordinojnë AI në raport me fëmijën e tyre. Po, ju profesor, çu mund me përdor si prindrit, ashtu edhe çdo kush tjetër inteligjencën artificiale në mënyrë më të sigurt për edukimin e fëmijëve? Cila do të ishte ajo forma ashtu? Dëgjom, se përket precizitetit apo kërkesës e të dhënave nga inteligjenca artificiale, janë mënyra të ndryshme. Unë e kam vërejt gjatë hulumtimeve dhe gjatë punimeve me studenta zakonisht, cilët morin të dhënat, për shembull, jepet një detyrë, qoftë matematikore, qoftë detyrë me integral matematikore, dhe inteligjenca artificiale e kërkon kush zgjidhja kësaj detyre dhe në fund të vetëm rezultatin. Ndërsa detyra të unë është nuk du rezultat, du procesin e përshkrimit. Për shkak se unë e di se zakonisht studentat një telefon plus një dhe ta hapin rezultatin përfundimtar. Edhe unë thamë përdor një krejt çka dini, po e curien ma tregoni. Se unë e di që në telefon e curi s'ka.
Inteligjenca në telefon në teori nuk të paraqet. Paraqet vetëm rezultati. Rezultati është i saktë. Mirë po të prindi për me kontrollu këtë sistem të fëmijët, dëgjëm, është mas pari inteligenca artificiale të fëmijët i relakson. Po jo me orë të tëra. Kemi vrejt nënat i vendosin fëmijët në gjumë me inteligenca artificiale. Po, me këngë. Me këngë të ndryshme. Unë rastin e kam nipin tim, që gjithë në Gjermani, nona vetë e në gjumë dhe habit me inteligenca artificiale në telefon, plus që ka bleje këtu, ne për me vendosë ekranin edhe non-stop, thyrës sot dushte namen, është i fokusu në telefon dhe në muzikë të inteligencës artificiale. Dhe kjo e bën që prindit ma letë e kanë për me rritë fëmijun, dhe ma letë e kanë me komuniku me musafir, dhe fëmiju të shikoni. A është e dëmshme kjo? Sinqerisht po them po e. Se spjegon psikologja kjo ma shumë ma mirë se one, është e dëmshme në aspektin psikologjik, nuk është i fokusun komunikim as me prind, as me shoshni përreth që rrethojnë, nuk është i fokusun as në hapësirë konkrete se çfarë kohë është, çfarë datë është, çfarë kohë është dhe sa është ora. Këto janë evidente, këto po ndodhin, sot po ndodhin, nesër do ndodhin, do shta ndodhin edhe ma thellë se që po jam të thonë në për moment. Përveç aspektit psikologjik, ose në këtë rast edhe emocional, aspektit social, ne shohim mangësi edhe në zhvillimin motorik të fëmijëve. Sepse sa më shumë përdorimi inteligjencës artificiale, me pak artikulimi, me pak shikimi, me pak dëgjimi, me pak të prekurit edhe të nuhasurit të asaj çfarë është reale. Dhe në vitet që po vinë, edhe unë pajtohem që kemi me pa çka s'kemi po ma heret, shumë të avancume, që do të thotë, këta fëmijë kanë me pas shumë të vështirë me bë dallimin mes reales edhe imagjinares. Në çfarë do lloj dimenzionit të jetës e tyre. Faleminderit shumë profesor edhe për juve Leonora që ishit pjesë e emisionit London. Kënaqësi.